Dhe ajo ushtarja e Agasit, që thot se nuk kam fol me Agasin për tendera, që i mirë të peng biznismen, punon ditë e natë për të fshehur, për shkatruar dokumenta. Qytetarët e kanë kuptuar se vetëm fjala e tyre, vetëm zëri i tyre, vetëm guximi i tyre mund t'u japë përgjigje. Nuk e zgjidh drejtësia këto, sepse nuk pyesin ma për drejtësitë. E kyçi ky drejtësitë. Faktikisht e azjesoj. Unë ndala në këtë problem për të theksuar edhe një rëndësinë e jashtëzakonshme, që ka protesta që kanë qytetarët. Koha është e qytetarëve. Ndaj, përparësi absolute për çdo orë të ditës tuaj ka takimi me qytetarët dhe organizimi sa më i fuqishëm i protestës së datës 10. Llojshmëria e saj po kuptohet që rruga e vetme. Janë me qindra qytetarë që më shkruajnë dhe më thonë, doktor, nuk duhet largohemi nga bulevardi pa larguar Edi Ramën. Ne drejt asaj do shkojmë. Të themi të vërtetën. Ne drejt asaj do shkojmë në mënyrë të pashmangshme, në mënyrë të sigurt. Ndaj dhe pikërisht ky moment duhet të jetë çështje e diskutimit ton të gjerë me qytetarët, me mbështetësit dhe me anëtarët tanë, me popullin opozitar. Galeria e Ergjys Agasit është galeria më shëmtuar e shtetit. Ajo do hy në histori si dëshmia më të tmerrshme e degradimit, degenerimit total të organizacës kriminale që quhet Rilindje. Kjo vetëm se Agasi ishte Rama, jo për arsye tjetër. Se Agasi, çfarë ishte Agasi? Ishte Rama që vriste. Pam. Ishte Rama që përdorte oficerët e policisë për të ekzekutuar në mes të sheshit të aeroportit të Tiranës. Ishte Rama që urdhëronte të çohet të dërgoshin tek Suelçela pengjet e marrura për t'u thyer koskat atje, që të hiqnin dorë nga tendrat. Ishte Rama që bën që t'jetë i lirë sot. Ergjys Agasi kalon nga një kafe tjetër, nga një restorant tjetër. Dhe e purdhra një lloj si më parë. Një lloj. Po, absolutisht. Përcakton merr vendime, se është Rama, se normalisht ai duhet jetë në burg, por nuk ka përkundrazi. Atë e mbron
ergysi i policisë që quhet Ergys Agasi i policisë që quhet Proda, Ilirian Proda, përfaqësues kryesor i karteleve. Pra, që të mos e zgjasim më tej, gjithçka është në duart të qytetarëve. Gjithçka është në duart e të rive shqiptar, e studentëve, e të rive punëtor, e gjimnazistëve. Dhe unë kam shumë besim. E gjithë Europa pret protestën tonë. E gjithë Europa pret protestën tonë. E gjithë bota pret protestën tonë. I kanë përcjell protestat me simpatin më të madhe, me vlerësimin maksimal. Ndaj dhe ne do vazhdojmë misionin. Misionin e përmbysjes kësaj narkodiktature dhe rikthim në votës lirë për shqiptarët. Faleminderit.